أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamat pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Lutë Allahun që të na pranoj ibadetet, të na fal mëkatet, dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me fisnikrin, po ashtu edhe amanetin, besueshmërinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e kishte karshi ymmetit, karshi dinit Allahut fillimisht, pastaj pasurisë së muslimanëve. Në një prej ngjarjeve që i ka ndodhur një herë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë edhe rasti me fisin Hawazin, ku pas një betejë pejgamberi alayhi salatu wassalam arriti që t'i mposht ata edhe ti po tham kështu ti robroj ose ti burgos ose ti merr pasurit edhe familjet e tyne si robër lufte. Pastaj mas disa dite ata u riorganizuan burrat e fisit edhe erdhen te Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i kërkuan prej tij që t'ua kthente të gjitha ato gjëra, pra me pasuri, me familje, me fëmijë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal se rregullat e luftës janë të luftës, i tha apo ju tha, atë që ke marrë në betejë, domethënë plaçkën e luftës, nga një anë, nga ana tjetër, familjet tuaja, bashortët e fëmijët, zgjidhni tha mes tyre, mes pasurisë edhe familjes. Do ua jap. Domethënë me luftu kundër meje, pastaj në momentin që humbni me kërku çdo sen prej meje me u kthy, ja, ka dal. Ata thanë ja Rasulullah, atëherë po pranojmë që bashortët edhe fëmijët me na i kthy. Thanë rregull. Çka është ta prej hisës teme, edhe të kabilës time, halal ju koft. Por tha, sa i përket të tjerëve, e janë i tha nesër në xhami, edhe kërkone këtë gjë prej meje në sytë të xhamatit, në sytë xhamatit. Erdhën ata nesër, që mos me zgjatë, domethënë me i ra ma shkurt, edhe thanë, inna nasta'inu billahi, inna nasta'inu bi rasulillahi ala al-mu'minin. Ne kërkojmë ndihmë prej pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kundrejt apo ndaj besimtarëve të cilët kanë marrë hisën nga ajo që përmenda më lart. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam u qua dhe ju tha, o ju besimtar, hisën time nga familjarët e këtij fisi, unë ja kum dhënë aty, në ja kum kthy për hir të Allahut. Atëherë u qun muhaxhirët edhe thanë, çdo gjë që ka dhënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam e japim edhe na hisën tonë. U qun pastaj ansarët, edhe thanë të njëjtën fjalë. Çish ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe na japim. E kthejmë te familjet e veta. U qu një person prej që e mante veten si pak më i lartë, edhe tha, çka më takon hisja jame, edhe familjes time, kabiles më të ngushtë, tha unë nuk e jap. Atëherë u qu kabile ati, edhe i thanë, vallahi, nuk jemi të ngu ty, po na ngojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe e japim, që që ka dhënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe na japim hisën tonë. Edhe ata dhanë, edhe ja hoqën të drejtën e fjalës edhe udhëheqës atij personi, ja dhanë pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo për hir të Zotit dhe respekt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kthyen ata njerëz te familjet e veta. Pra, ju tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çfarë tha? Kret ju që i keni dhënë, që i keni kthy, edhe i keni gëzu familjarët, tha, po ju premtoj që kur të më vjen nga
pasuria parë e mundshme në ndonjë betejë, tha kam ju shpërbly. Kam ju shpërbly. Edhe tha mbajeni në mend, e tha një fjalë, tha pale sa me marrë, dhije se nuk maj për vete kur gja. Tha unë, kur mos t'ju shkoj mendja se jam koprac, jam frikacak, apo gënjeshtar. Sa duhet me analizu qëto 3 vese që mundet me i pas një burr. Për me qenë lider, nuk guxon me i pas këto 3 vese një burr. Zguxon. Nuk guxon me qenë lideri musliman, dorë shtërngum, koprac. Nuk guxon. Kopracia nuk është veti e muslimanit. Kur vjen pyetje sadaka, kur vjen pyetje zeqati, kur vjen pyetje me sakrifiku për të tjerët, lideri nuk e ruan për vete. Ai që e ka pasunin e shoqërisë në dorë, edhe e ndan për veten e tij, ai nuk është lider. Në mënyrë automatike i bie ky titull. Tha, mos mendoni që unë jam koprac, as nuk jam frikacak. Prandaj ulemat, një prej duave që u a bëjnë, apo u a kanë bën fëmijëve, kur kanë lind, kanë shkuar dhe i kanë thonë prindit vetë, Allahu ta bëft këtë fëmijë dietar edhe trem, apo trem edhe dietar. I kanë përmend këto 2 cilësi, këto 2 veti që janë veti të burrnis. Sepse nëse njeri është dietar, edhe nuk është trem, atëra është tuc, frikacak. Por nëse është trem, e nuk ka dije, çka është? Është budall. Trem, pa dije, unë budall. Se ai trimnin e vetë, në emën trimnis, e shfaq e tregon aty ku du të më koni but. Aty ku du të me falë, ai nuk falë. Aty ku du të më koni sjellshëm, ai nuk ka i sjellshëm. Aty ku du të më ia bë hallall tjetrit, ku du të mos më azon për të madhe, aty ku du të më nalej, nuk e nal veten. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka pyet, ka thonë, kush është? Kush mendoni se është? Po tham mund, pelivan. I kanë thonë ja Rasulullah, ai i cili e rëzon tjetrën e mund. Thotë jo. Pelivan është ai i cili yemliku nafsuhu 'inda al-ghadab. E nal, e zotron, e mbisundan veten e vet kur është nervoz. Ai nuk e shfaq fuqinë e tij fizike kur s'duhet, sepse fuqia e tij fizike e pason urtësinë, mençurinë. Ajo i mençëm. Edhe diku mu nervozu, diku me fal. A keni pa ndonjëherë, a keni ndëgjuar ndonjëherë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nervozu për problemet e tija private? Kur jo? Ka njeriu edhe e ka ofendu, e ka kapër jake dhe e ka qitë qafën gjak, edhe sahabët janë irritu, ka arë tjetëri hebreu, i ka fol fjallë të rana për borgjën, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kreti ka falë. Prandaj Aisha radhiyallahu anha thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur nuk ka rreh, as nuk ka ngrit dorë mbi asni grua, fëmijë apo rob, illa përveç nëse ka qenë të luftu në xhihad, në rrugt të Allahut. Prandaj na themi me qenë dietar edhe trim. Nëse on dietar edhe tutët. Na nuk po themi, domethënë dietari i cili se zakonisht dietari e di ku me fol edhe di ku mos me fol. E di sa me fol edhe sa mos me fol. Tërhiqet nga ato ëndjet e veta, thot Imam Shafiu, nuk e kam gajle kur bëj debat me tjetrin, apo fitoj unë, apo fiton ai në debat. Veç e kam gajle me dale vërteta në shesh. Se dietarët nuk luftojnë për me mund tjetrin. Absolut, stakfirullah. Dietarët debatojnë për me nxjerr të vërtetën në shesh. Sa herë ka insistu ulemaja që s'ka gajle, le ta ketë ai mirë.
ama veç ta nxjerrim shesh vërtetën, s'prish punë, hiç s'ka problem. Në momentin që dëshiron vetë ti me fitu, kjo me kuptu se ki egoizëm në vetvete. Ki egoizëm. Kjo ka qenë shkaku që sahabët, kur kanë ftu dikon në islam, kanë najt aq të kujdesshëm apo të kujdesur, edhe me gajle, mos me e thuj emocionalisht, palën tjetër, denat ma sa që ndronin sikur mbi kokat e tyre të ishte ndonjë zog që s'dojnë me trem. Pra manen men këtë. Pejgamberi a.s. nuk ka qenë frikacak, nuk ka qenë koprac, edhe nuk ka qenë rënc, mashtrus, gënjeshtar. Veç, po bëjnë një pyetje, ju mos mu përgjigj në mu. Ju mane përgjigjen për vete, po ashtu po i pyes ata të cilët kanë mengu këtë ligjërat përmes rrjeteve sociale. Cillin prej politikanëve tonë sot, ti do ta konsideroje lider i cili i ka këto, apo që si ka këto trit këqija. Nuk është koprac, nuk është frikacak, edhe nuk është rënc. Këtu qofshin lider ose udhëheqës politik, qofshin edhe të fushave tjera që s'du të përmendi, çfarë do të qofshin edhe nëse në hoxhallar. Një njeri cili e ka bindjen se rrezku është dorë të Allahut Azza wa Jall. Para se me lindë në barkun e nanës vetë i është caktu, edhe Allahu e ka obligu veç mi marë sebepet halal. Hoxhë është. Edhe në anën tjetër, i marë sebepet haram, ose toleran meselet fesë, me të cilat bie me 2 këmbët e veta në haram, me 2 këmbët e veta, vetëm për marrit deri te rrezku, kjo me kuptu se ajo është xhaban, është frikacak, ajo është bekhil, është koprac, se kopracia nuk o veç për mos me dhonë, kopracia është edhe me marr atë që s'takon, tamma, me pas tamah, me pas dëshirë, veç të kam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu se në ditën e Kiametit ka marrë një kategori e njerëzve para Allahut kanë me dalë, të cilët nuk kanë me pas mish në fytyrë. Pa mish në fytyrë. Ka më shkri ujë i fytyrës. Njeri e ka një ujë në fytyrë. E dini, kur të hup ujë i fytyrës, është për qëllim marrja. Kanë thonë, Rasulullah, kush janë këta persona pa mish në fytyrë? Thotë janë ata cilët s'kan pas nevojë me lyp, kanë lyp. Kanë lyp. E kanë shtri dorën çdo kuj. E kanë ulë autoritetin para çdo kuj. Ma men, ai që t'jep edhe të sundan. Ai që t'jep edhe të sundan. Lype me halal. Fitoje me halal. Merë ku takon. Po jebi me kuptu tjetrit se përveç asaj që unë mendoj që e kam hak, nuk du prej të asgjë. Nëse do t'i trokitja dikuj në derë, do t'i trokas në derë të Allahut të lartësuar. E tash, unë i përmenda disa kategorit liderave, në thojza lider, sa ata s'janë lider, që i posëdojnë këto 3 vese, pastaj edhe tjetra, kedhub, gënjeshtar, rënc, është me thonë pa vërtetën, ose me mshef të vërtetën atër kur s'duhet me mshef. Se ka raste kur thot dikush, ja, unë s'kam fol, as se kum mbrojt gënjeshtën pas se kum thonë vërtetën, jam distancu, ja. Ka raste kur ban mu distancu, mos mu përzi fare, po ka raste kur ti e ke pozitën asisoj që nuk ban mu distancu, ti nuk guxan, të ban dëmë, s'ki qare, se ti ke përzgjedh mu konë lideri që asaj fushë, ti nuk guxan me mshel gojnë. Sepse mbyllë e gojës nga ana teja, apo prej teje, nën kupton miratimi asoj të keqe. Na, edhe me dalë me legjitimu kret bota, që shë legjitimojnë kamatën, mënyrë zyrtare, ose mënyrë private, të i kërcënu njerëzit në për podruma, edhe në për kera, edhe në për terë, na nuk guxojmë me shujt nëse na pyet dikush kamata është haram. Sepse nëse heshtem aty kur duhet me folë, po i bjen që na jemi të e mbrojt një gjatë tillë. Ata legjitimojnë me letra, le të bëjnë çka dojnë. Edhe le të dalë ata, nuk mund. Na nuk mund me thonë rakia o halal, nuk mund me thonë.
Po mirë, pse po përzije shuj se po del të lashe. A e ke zgjedh këtë mision? Atër të reqë, e ke kapuqin, e ke gjyvën e thuj, prej sa du në mos jam hoxh. Unë distancohem se jo që se du fen, po s'po kam takat me qua manena. Edhe bura ma mos më pytni për feja, s'mos u përzini unë e po e nëroj profesionin. Ose misionin, se feja mision, dini Allah të është mision. Gjdo sen që batë për i Zotit është mision, gjdo pun, edhe mjekësia, nëse batë për Allah, në shërbim njerëzve, me fitu se va, po është mision. E në momentin që kthehet interes për nuk është më mision. Ai si punë, daveti, thirrja, të ftuarit, mësimet islame janë mision, por e personi i cili e ka vënë çat mision shërbim të vetin personal, për to më nuk është mision. Nuk ka mision. Nëse ti shkyesh, na thojmë katonar që qirresh, tu fol për fe, aty ku e din se kanë me dhënë parë, dhe ku e din që s'kanë me dhënë parë, nuk folesh. A du të me fol? Ti se ki mision atë folën e ma. Se ki mision. Nëse shkan mjeku, po du të me përmenë dhe po vjen keq. Në ordinancë shtetit edhe nuk e këqyrë personin. Se këqyrë. Në privat, qirët, shkyët, të e këqyrë, a i nuk e ka mision atë punë. Edhe hoxha për dha me thash me qëllim që mos me keq kuptu. Nëse në fushata elektorale, qirët, të nga mas njerëzve të këqyrë 15 pejda, ty e qitë kafe, 15 ty një mu. Masit kryet, e ka marrë pozicionin, ka hynë punë, 4 vjetë nuk interesot, rënë kur qëkën ti me aty, o shtri aty, ki parasysh, tap kompjuter, pas këtë ala, që prit pak? Për çka me prit pak? Për çka me të prit pak? Se ke përmundu lojen aty? Ti e në rartë punës. Nuk është më mision. Prandaj, për me pas njeri një punë me marrë mision, duhet më kanë edhe trim edhe djetar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po thotë, mos mendoni që muj më kanë unë, rëndës, frikacak, apo dorë shtrëngum. Një njeri cili ka besu Allahun Gjelleshanu, e ka besu se jeta, vdekja është dorë Zotit, kretë dujoja më ulshu, s'mujnë me të dhanë, 1 minutë jetë ma shumë, pas kërkuj s'mujnë me të marrë shpirtin, para kohë. Vetëm sebepët ndryshojnë, sebepët mujnë me qenë të turpshme, por edhe mujnë me qenë krenari për ty, sebepët e vdekjes. Prandaj, asë një non e përgëzoj, se cëllën non që i ka vdekje vladin luft në Kosovë, e përgëzoj, mos gaboje me dyshu se që aty e vladi vetë, se ka pas shume, po ndodhe, që jo. Vetëm që Allah të ka zgedh, me të bon krenare, e di vujtjen tone, dhimbjen tone, por në ditën e kiametit, ki me pas se Allah të ka përzgjedh ty, me gjithë vujtjet që ke pas, dhe ka përzgjedh djalin tanë. Për ndryshe, vetëm se bepët ndryshojnë, vdekja është e njëjtë. E pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur i kanë ardhur pastaj, nga pasurit e betejave, ju ka shpërnda sahabëve, asgjë nuk kanë ardhur për vete. E ka kap një ditë skajnë, ma unë kështu në këtë formë, ka kap skajnë e një litarit kërpeshit devës, që shtu e ka kap skajnë. Aty kur prishet pak, se aty du të me lidhë skajnë, dini, du të me lidhë. Për ndryshe po se lidhë, ajo veç kanë të prish litari, nëse se ke lidhë, ose pak me e djekë, ta shë djekën. Ta të rritë nuk e dinë. Se këta me vi që t'i thojnë dele, bënë maki. Shtu kemi arën që të zeman. Sot nuk ka nevoj kopizole që i këme që lana aty, ke vallaj që e do pula, do dele, do vi qatë, a menën që në kaf shtegra, fëmijët e sodit. Shtu kemi ardhë. Kohët e mira kryojnë burat ligë, një gjenerat që është rritë vetëm në për interneta dhe pejgamberi alayhi salam e ka kap që ata, edhe ka thonë o bura, sa që këtë qoshi, wallahi ka thonë nuk e nali për vete. Përveç në plashkën e luftës 5% që është nalë, në shpinë e mallit muslimanve, në magazinën e muslimanve, edhe aty është shpërnda pasaj për dobinë e përgjithshme.
Për ndryshe tjera 95% ju ka shpërnda çaty për çaty njerëzve. 95%. Senali ka thonë që ta. Edhe pastaj ka këqyr, po mungon një konop. Po mungon një konop. Thot ka shkoj kush e mur, vjen njëri prej sahabëve, thot ja Rasulullah, unë e mora se më vyke diçka me lidh devën. Tha që po e kthej. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, na tha shoqërisht po ta japim. Po ta japim. Edhe përmendi tha keni kujdes o njerëz, sa i cili merr çka don nga pasunia e shoqërisë, plaçka luftës, tinca merr. Tha do të jetë turp për ta marrë për ta, do të ketë kokën e ulur, jo kryen alt, po krye ul. Në ditën e kiametit para krejt botës. Ky njeri kur e neve këtë fjalë tha ja Rasulullah, ja vallahi tha s'pe marr, më mirë tha ktheje te vani, le te vani. E njëherë prej herëve, njëri prej personave që ishte me pejgamberin alayhi salatu wasalam u mashtru, edhe kishmarr diçka nga plaçka luftës. Edhe vdes me te. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, filoni on xhehenem. Xhehenem. I thani ja Rasulullah, ka ra shahid. Kontrollon e tha. Gjetën në trupin e tij diçka nga plaçka e luftës, diçka që i takon shoqënisë, ai kishte marrë personal privat, e kishte në xhep. Tha për këtë sebeb. Për këtë sebeb. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u koni kujdesshëm. Tash për me ditë ti, çka do të thonë pasuria e shoqënisë? Se sa është e dëmshme me marrë qoftë edhe një euro, pa hak. Ti çto e kupton? Njeri ka rënë bete, ka marrë diçka nga pasunia e shoqënisë, i është mohu xheneti. Allahu alem, ulemat pasaj kanë komentuar, do të del prej xhehenamit apo jo, normal që inshallah taala po, por mos harrojmë se xhehenami, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një futje në ta dhe nxjerrje e njerit që kur s'ka pa në dunja vështirësi, veç lezet dhe knatësi, i thot Allahu në ditë kiametit, a ke pa ndonjëherë në mirësi? Thot kur, o Allah, veç këshia kum pas, për arsyet se që ajo futje në xhenem ja ka harru krejt mirat e dunjas. Krejt mirat e dunjas. A vazhdojmë? Po. Njëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam me të shpejt e fali namazin ditor, drejk ose i qini, edhe u largua shpejt e shpejt prej shtëpis, në fal prej xhamis, shkoi te shtëpia, prej shtëpis vet dul në për qytet. Sahabët po qëndronin të e bën dhikrin. Mas disa minutave apo disa çasteve u kthy pejgamberi alayhi salatu wasalam në xhami. I than, ja Rasulullah, dole me të shpejt prej xhamis, u friksu mos patë diçka, mos ka ndodhur diçka. Edhe na bone marak. Tha po. Mu kujtu se ma ka sjell dikush në shtëpi një pjesë të arit, do dukat, të pa gdhandur, cop, dukati. Jo në reqë si zinxhir ose si unaz ose halk. Tha, mu kujtu që kam të shtëpia, e ka pru për me dhanë sadak. Tha, nuk deshta që me ardhë mbrëmja e në shtëpinë teme me pas diçka nga pasunia kësaj dynjaje që ma nxen nata dhe qel dita. Dhe më thonë, mos me kalu 24 orë, vetë se aton që kanë pru njerëzit të unë për me dhonë, veç e kom dhonë. Jo me majtë, jo gjithmonë për vete, po veç një ditë në shtëpi me pas. Një pasuni e cila nuk i takon pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilën ai e ka me një farform obligim me dhuru edhe e ka amanet. Njëherë njoni prej munafikëve, prej jo besimtarve, e ka akuzu pejgamberin alayhi salatu wasalam, i ka thonë,
o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, daj drejt se nuk po ndan drejt. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, edhe ka ngrej për tregova për qafe ose për atë gjybën që ka pas lëkurës e këtu te qafa ja ka bo gjak. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku për ty? Çfarë fjale the? Nëse unë nuk jam i drejt në ndarje, kush do t'jetë? Si po mendon, po të mos isha i drejt dhe besnik, si mendon se do të ma beson të Allahu Gjeleshanuhu shpalljen prej qiellit, e s'po ma besoni ju ndamjen e pasunisë. Omeri radhiyallahu anhu i thot, ja Rasulallah, a m'jep leje që ta mys? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Që ulemat, jo Omer, pse? Allahu Gjeleshanuhu i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se prej pasarzve të tij do të dalin njerëz të cilët Allahu do ta sprovoje ummetin me ta. Do ta sprovon Allahu ummetin me ta. Qysh do të janë musliman, do të duken musliman, do të vishen si musliman, do ta kenë pamjen e jashtme si musliman, do të falin namaz, do të lexojnë Kur'an, sa kur t'i shifni ju, ata do ta akuzanit vetveten e juj, pse ju nuk po muni me bë ibadete si ata, ju duken ata më të mirë se ju, në ibadete, por jem rukune min e din, dalin prej fesë, sikur se del shtiza prej pres vet, shtiza prej pres, lepre, shtiza kur hin me shpejtësi të madhe delane. Preja këtu është për qëllim islami. Këta, që japin zërë dhe siklet, sa budallakit e tyne i nxerrin për islamit. Edhe pse ti akuzon. Janë ata të cilët islami e ka një mesatare, qëto është funi, qëto është nalt. Që kjo funi është, mi falë 5 vaktet. Qëtu nalt është, mi falë edhe sunetet edhe nafilet. Edhe nafilet. Më ranët që sajt je musliman. I falë farzët, elhamdulillah, je musliman. I shtan edhe sunetet, i shtan edhe nafilet, qëtu. Qka ka lënë qëtu, që ke bon? Ke shtu në fejnë Allahut. Kush del për te që saj, që i quhet, nga pasar se që ti buri, që ti njerë jo, sa i s'ka qanë bur, i cili e ka tepru. Edhe që muslimanët se kanë të lejuar, zgudzojnë me shtu edhe vaktin e 6, zban. Nuk ban. Me jakuzu muslimant, pa drejtë nuk ban. Thot, prej këti kanë me dalë qëta njerëz. Që ju i shifni nga pamje, sprov për umetin, sprov. Muslimanët i bëjnë qafira, muslimanët i luftojnë dhe kanë bindje se ti luftosh muslimant, ti dobësosh muslimant, ti akuzosh me kufër muslimant, kërkun zbon më falë veç në xhamin teme. Ku të falësh namazin nuk pranohet. Këtë xhamia zbon më falë të asnjëna, veç të xhamia jame. Kjo është teprim. Kjo është akuzë ranë kundër muslimanëve. Kërkush fetfat asnjë hoxh, kreto jo xhallarët në devijum, veç unë jam i mirë. Keni kujdes. Bën me vjedh një musliman i cili s'mendon si une. Bën me shpionu të armiku një musliman i cili s'mendon si une. Se na duhet mas pari mi rafshu muslimant, masajna me pas punë. Edhe qka? Hajde bashkëpunojmë me armikun kundër kuj? Kundër muslimanve. Që ta kanë pas prej qatit pari që e ka akuzu pejgamberin alayhi salatu wassalam, ka kap, e ka qitë gjak. Omer ibn al-Khattabi ka thonë, lem ta mës. Edhe ulemat kanë thonë, se ky me këtë veprim, pejgamberi nuk ka kundërshtu që ai meriton mu myt. Por ka kundërshtu, për arsye se Allahu ka informuar se duhet
unë e kum caktu që ashtu sprov për juve, çka me ba? Me e këqyrë, si besimtarin, si hoxhen, sa i sinqert, sa punëtor, sa ka gajle dinën, sa afrohet me njerëzit, sa është i qëndrushëm, me popull. Kollaj është, me akuzu të gjithë, e vetë të nejtë, nërhije. Unë jam jeshtri maj mirë, edhe futbolisti maj mirë, edhe bokseri maj mirë në botë, une. Ama qësh, të nejtë para televizorit qështu. Mshaj, jebe gol, tull. Po a qëkojnë të atje, a qëkojnë. Kollaj është me akuzu njerëzit, kollaj është me akuzu muslimant. Këta janë që ata të cilët, pastaj edhe bashkëpunin, mos më habit në, pse e qela këtë temë, që mos më habit që ka do që ndëgjani. A është arsyshme një njërë me falë 5 vaktet, edhe me bashkëpunu me armikun, sa arsyshme? Po, këto e një ideologjit aty në njerëzve. Çka duhet me ba? Me njerëzit të cilët e kanë dëshmu vetën e tyne, si në luftë, si para luftës, si mas luftës, si me dije, si me punë, si me aktivitet, si me gajle. Nuk është veç me një deklarat, një orë, edhe mashallah u bën viral. Se kjo viral edhe të bën viran, masanej. Për një deklarat kollaj është me dalë me melqu një laf, edhe mu bën. Jo, po vynë të njeta me pas gajle dinin Allahit. Me pas dert muslimant. E me utut kur des dikush me thonë, o zët, unë si vlla musliman, si namazli, si djali agje, si kusheri. Pëse së shkovon mi thonë, kush e zotë jëtë mi amësu. Po vdesin njerëzit. Na si fetarë, së përshkojmë mi thonë mi cakon dhere, zotë është një, bjerë shahadet. Por vetëm të akuzu besimtarët nuk është në rregull. Të dashur vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas gajle njerëzimin. Ka për ta. Ka qajtë që asnjoni prej tyne mos me shku në xhenem. Prandaj, nëse dëni me ditë një prej sifateve, cilësive të një besimtarit të denjë, është a ka gajlet, akraballokun, kushërit, familjen, apo thjesht veçrin të akuzu kënë xhenem, ky kështu, ky ashtu, edhe bëhet i egër. Një njeri cili në islam nuk bëhet i sjellshëm, i butë, trimnia tjetër, i butë me dush me pas gajle, po bëhet i egër, agresiv, s'kan qef njerëzit me nejt me ty, ja u prish kretë të bimet. Nuk po thamë mës me i këshillu, po me prish, do të sen, ka që ka nej me prish. Se ka kuptu islamin sakt. Allah na përmirësoft. Allah na falt, Allah na uzoft. La ilaha illa anta subhanaka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju rujt.